Në përgjykatat e vendit mungojnë më shumë se 300 punonjës administrativ. Për shkak të gjendjes së këtill, një person kryen obligimet e punës që realisht janë për 3 ose 4 persona, thonë nga shoqata e administratës gjyqësore. Ata thonë se viteve të fundit nuk janë plotësuar të gjitha vendet e punës që janë të nevojshme. Megjithatë, gjithçka varet nga Këshilli Buxhetor Gjyqësor, i cili merr vendime për punësime. Sipas planit vjetor për punësime që na vjen, edhe ku gjykatat për momentin kërkojnë rreth 300 punësime, nuk pranohen kërkesat që ne i cilësojmë si më të domosdoshme. Lejohen vende tjera të punës dhe në fund, kur të lejohen disa punësime, ato nuk janë në numrin që ne kemi kërkuar. Mirçevski u ankua edhe për kushtet e këqija në disa nga gjykatat e vendit. Ka gjykata ku administrata punon në kushte shumë të këqija. Ata i ndajnë hapësirat në mënyrë të papërshtatshme në kundërshtim me të gjitha standardet. Në hapësira të parapara për 2 persona qëndrojnë nga 4 ose 5. Kushtet nuk janë të mira. Në një takim që kishim në Shkup, u përmendën gjykata e lartë administrative, gjykata administrative dhe gjykata në Shkup, e cila deri para një kohe kishte kushte të tilla. Në kuadër të projektit Siguri dhe Shëndet gjatë punës së të punësuarve në institucionet gjyqësore, u zhvillua hulumtim i cili tregon të dhëna të tmerrshme për sëmundje tek punonjësit administrativ në vendet e tyre të punës. Madje 98% të anketuarve janë përgjigjur se çdo ditë kanë dhimbje në sistemin muskulor. Për shkak të dukurisë së këtij, punonjësve u rekomandohet të praktikojnë ushtrime në periudhë të caktuar në vendet e tyre të punës, ndërsa në hapësirat ku ata punojnë do të vendosen ushtrime të caktuara dhe do të shpërndahen broshura.